Se do të prodhosh statistikat e ambasadorët mashtrus, maskarej që kanë mashtruar gjithë popullin shqiptar. Kush do flasi? Pse nuk merr përgjegjësi ai që i skenoi bashkimin e gjithë apeleve në Republikën e Shqipërisë? Ku janë ato? Ku janë ato profesor të gradave të larta? Më sillni ti djega do gradat e mos them në një fjalë tjetër se ulim nivelin. Dhe çfarë doni, bojkotin e avokatëve? Zero bojkot. Njëri me tjetrin le ta gjej njëri me tjetrin. Kështu kam thënë, edhe për punën e Spakut. Ju mashtrojnë, than dumani amerikan, ju doli shqiptar dhe ju doli shërbëtor i Partisë Socialiste. Futi gjithë opozitën në burg që Edi Rama me 83 mandate. Doni kush është fajtori, shkoni te Llambani bashkë me atë ekspertin që i ka bërë që sillin gjithë apelet në Tiranë dhe këtu në Bodrum dalim në vendimarrjen e. Mirë, ajo është fajtore aty, po doni fajtor. Ai që ka shpikur ato antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor të pavarur të paanshmit, edhe ata që përfaqëson shkallët e gjykimit ata. Që janë tallë me kolegët e tyre, ata e vran Kalan, se vram ne. As ne në reagimet tona publike. Nuk e vram ne zotri, se ne mbajmë qytetarën e i themi edhe bëjmë interpretime për të mbrojtur gjyqësorët. Po ata nuk e dinë se ka vetë janë qef. Ne, di që do të thotë të marrësh qytetarin dhe të thuash, lere se situata është pak kështu, edhe tjetri edhe era ato me ullë presionin, se i shikon se i ka i vetë janë qef. Dhe më thoshte njëri një ditë avokat, ti ka i vetë janë qef. Jo, më është edhe nga kesa i kështu ashtu, pse? Dhe ti thush ati, qa? Dhe ka shtu gazin kë. A i tjetër nuk e di qa bën. Prandaj, i them gjyqtarëve dhe prokurorëve, uleni, nxirrni disa njerëz nga burgu që të ketë përballje politike, mos shkarkoj publiku tek ju. Qa bërë, shku t'i fut gjithë në përburgje. Dilni vetë tani për zot, dilni pa garipa, ty ju dua. Kjo nuk është urrëtie, nuk është mëdhes, nuk është emocion, është e vërteta. Dhe e vërteta Kalan kush e çojnë atje ku e çoj? Kolekte vetë çoj. Nuk e çoj as avokati, as pala që kryu këtë akt terrorist, sepse është akt terrorist, mirë. Po ajo që i ka hyrë vetja të gjithë dhe gjyqtarëve, plepaxhive që kanë kaluar për lere tani, këta të rinj të cilët kanë dalë nga shkolla e partisë, se në shkollë magjistrature nuk quhet ajo, po gjithsesi, që kopjonin njëri me tjetrin u dha publikisht ajo, asnjëherë sa hapi gojën, pa kopjon edhe magjistratët, ata të cilët janë monitoruar nga amerikanët, tjetër mashtrim publik kjo. Këtu e ke kushtetutën zotëri. Kjo kushtetut e kanë bërë, jo vetëm politik bërja, po edhe qytetarët shqiptar kanë nënglizuar, kanë refuzuar, kanë buvizuar avokatin që mbrojnë kushtetutën, institucionet, ja ka lënë një individi. Ne këtë kemi paralajmëruar. Jo një individi sepse bën biznes tjetri. Do ai e bën biznes. Prandaj them dhe ta konkludoj dhe të them të vërtetën. Po zotëri, kryefajtori i ngjarjes së vrasjes së gjyqtarit të tyre e ka KLG-ja. Më fal, po ato kush ka vepruar duke sjell të gjithë gjykatat e apelit në Tiranë dhe pa bërë atë që duhet, dhënien e sigurisë, administrimin e mirë të dosjeve, sallat të cilët të mungojnë. Jemi si aty ka faza aty pulat, jemi gjithë pulat bashkë dhe bëjmë një mbledhje aty. Pra, shemben shtëpitë e popullit, tritol në të gjithë Shqipërinë, jep frymëzim për tritol në kudo dhe nuk ta mban ti thuash, ore, nuk ja shem këtij, po jep një gjykatë unë këtë të shfilloj të bëj veprimet e veta ashtu siç duhet nga ligji. Prandaj them, fajtor nuk jemi ne avokatët, nuk janë palët. Avokat, të kalojmë pak tek çështja e zgjedhjeve të pjesshme vendore ku gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit sa i përket caktimit të datës 9 nëntor për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Ju si e keni parë, çfarë është kjo katrahur që bëhet me kushtetutën nga kryeministri Edi Rama te presidenti Begaj, i cili më pas kur u pyet se pse e keni shkelur kushtetutën, deklaroi në mënyrë të habitur, unë tha ta kem shkelur? Ku ti bëti këtë pyetje tani? Ai ta ke shkelur? A të lutem shumë tani? Po habita i ardhi e papritur. Po jore,
Fajin që e vrajnë gjyqtare ka populli. Ato asgjë, vetë e ka Jo, ai ndoshta mendon urdhrin e Edi Ramës se mendon respektim të kushtetutës. Po, atë që sa i zjuti, shko, kjo është neni i kushtetutës dhe thot shumë qartë, pezullohet, thot zotri, pezullohet, shikoje 15 tafatet e lexon. Është neni 115 apo jo? Po, neni 15, po. Po të them paragrafin 2 dhe 3, e lexon në gjuhën shqipe populli i dashur, e lexoni presidentin e Partisë Socialiste, sa ai nuk quhet se presidenti i Republikës. E shikon që thot vendoset, çfarë thot? Pezullohet. A lexoni apo nuk e lexoni? Apo keni nevojë për syze? Pezullohet. Shivi ministrat, pezullohet, është taksative. Mirë. Pra, duke qenë në këto kushte, presidenti i Partisë Socialiste për mendimin tim, normalisht do të thotë, jo, nuk kam shkelur kushtetutën, sepse pikërisht ishte ajo që thatë. Kam zbatuar urdhën e kryeministrit dhe këtu vim në një rast tjetër, që është rast shumë i mirë për studim, dhe është një rast tepër interesant, sepse do të flasim akte që qytetarët tanë të na kuptojnë, se ndonjëherë thonë, qeni Staliut, qeni X dhe qeni e kupton. Ne jemi bërë të gjithë qenat dhe përveç atyre të cilët janë militantë nga mjesi deri në darkë nuk janë qena. Përgjithësi dhe uroj që nushat do përfundojnë një ditë aty ku e meritojnë. Rasti i flagrant është rasti midis presidentit të Republikës së asaj kohe, që presidenti i Republikës tha shumë qartë tek zoti Rama, i tha shumë qartë zotit Rama, që shiko, unë të individin nuk mund ty ta bëj ministër, sepse unë kam disa rezerva. Dhe janë 3 institucione kushtetuese, që është kryeministri, presidenti dhe kuvendi, që të cilët kalojnë ministri. Pra, gjykata kushtetuese ka dalë në një vendim dhe thotë presidenti nuk mund të pranojë çdo gjë që i thotë kryeministri. Ta dekretoi. Pra merr edhe një lop aty dhe dekreton ti. Bega i e bën. Por një president normal, si rasti Metës asaj kohe, nuk e bën. Dhe çfarë ndodhi gjykata kushtetuese? Dhe del me një vendim dhe thotë shumë qartë thotë. Shiko, roli i kryeministrit, presidentit dhe kuvendit do të ketë një rol të mirë, pra edhe kryeministri do të reflektoj. Çfarë bën Begaj? Rufo, dekret. Dalin nesër terrorista, i dekreton ai, se ja thotë Edi Rama. Kur del ai që është terroristët, më fal, po fajin e paska sistemi. Po kush e prodhoi sistemin? UFO, kinezët, amerikanët, kanadezët, ju e prodhuat. Pra, rasti këtu që kemi të bëjmë me rastin Takaj kundër Metës, sepse kryeministri ishte kërkues që të bënte interpretimin kushtetues të dekretit të presidentit. Pra, në rastin konkret, kush fitoi në atë kohë? Presidenti i Republikës. Pse? Se tha, ore, nuk mund të çosh ti mua një UFO dhe unë do të ta dekretoj. Kështu është edhe rasti i tillë. Kur njerëzit ngjojnë këto raste, çfarë thonë njerëzit? Ore, rasti i dekretit të zotit Veliaj, për sa i përket zgjedhjeve, duhet pezullohet. Pse? Sepse zoti Velia ka ankimuar, e lexuat besoj brenda 15 ditëve. Dhe vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet automatikisht. Çfarë presin UFO-t? Çfarë i çoi gjykata kushtetuese të thojë lexoni në 115? Dhe këtu e ka mësuar edhe një person i cili nuk ka një urim juridike dhe të paktën respekton afatët. U caktua data 31 tetor, dikush është gjë më e tmeshme që ndodhi. Rasti gjykata kushtetuese zbaton pra statutin e Partisë Socialiste. Dhe kur bëhet viktimë, pse tani prit të arrisim afatin, prit të bëjmë në IVKM, çak do kesh roje edhe pasi ti ikesh nga do ikesh në detyra, maj dhe 3 vite se do t'i kesh me vete, a kupton? Se kur të vjen atëre heveza, e kupton? Të mos them me gjë tjetër, atëherë të vjen frika, e kupton? Se kur nuk e ke frikën, do të çatush më ti mund të fusësh në burg gjithë, më kaloj gjithë Shqipëria gjithë në burg. Pra e kupton në cilën situatë jemi. Bojkotoni ju avokatë se nes na mban të dalim kundër partisë. Pra, e kuptoni rastin dhe zotit Veliaj. Kushtetuta është shkelur me 2 këmbë, ai mendon se i thamne shkele statutin e Partisë Socialiste. Jo, zemra, nuk e shkele statutin e Partisë Socialiste, se Rama sa të mbaroi ty punë, lucidon edhe bye të çon atë ku ka çuar të tjerë, mos ke merak. Njëri ka çuar Zvicër, tjetri ka çuar te burgu i
i Tiranës, tjetri ka qenë në burgun e Durrësit, tjetri ka qenë për burgjet e rrethave kështu me radhë. Se di çka pronë disa dosje zvarritën aty në për spak, nuk e di, po gjithsesi. Ata e din vetë. Se shmbëri mua presidenti kur të më bëj, do të them, a kam apo s'kam A4 bosh. Nuk e di.